Mbrëm rreth orës 22:20 zyrtar policor nga Departamenti për Punë të Brendshme Gostivar kanë privuar nga liria personat SHJ 47 vjeç nga fshati Raven, FT 55 dhe VA 50 vjeç, të dy nga fshati Negotin e Gostivarit, pasi që u është gjetur dhe sekuestruar kokainë. Ata janë ndaluar në stacionin e policisë për procedim të mëtejshëm dhe pas dokumentimit të rastit, ndaj tyre do të bëhet kallëzim përkatës. Sot rreth orës 2:20, zyrtarët policor nga stacioni policor për siguri në komunikacionin rrugor Tetov kanë privuar nga liria personin BP 44 vjeç nga Ohri. Gjatë kontrollit të komunikacionit në magjistralen Tetov Gostivar, në pikën e pagesës rrugore Tetov, është ndalur vetura e pasagjerëve Audi me targa të Ohrit e drejtuar nga BP dhe pas masave të marra është konstatuar se i njëjti është nën efektin e alkoolit. Gjëgjësisht, në gjak janë matur 1.54 promil alkool. Ai është larguar nga qarkullimi dhe është ndaluar në stacionin e policisë dhe pas dokumentimit të plot të rastit, ndaj tij do të ngrihet akuza nga neni 297A i kodit penal, drejtim mjeti në mënyrë të pakujdesshme. Mbrëm rreth orës 19:30 në stacionin policor Tetov, 67 vjeçari IB nga fshati të Arce Tetovës ka raportuar se djali i tij i mitur, person me probleme shëndetësore, është sulmuar fizikisht nga një person në rrugën Boris Kidriç në Tetov, po merren masa për zbardhjen e rastit. Dje rreth orës 15:10 në bulevardin Iliria në Tetov, zyrtar policor nga stacioni policor për siguri në komunikacionin rrugor Tetov kanë arrestuar personin JM 43 vjeç nga fshati Lërc e Tetovës, pasi që ndaj tyre gjatë kryerjes së detyrës zyrtare është sjellë në mënyrë agresive. Ai është ndaluar në stacionin e policisë dhe pas dokumentimit të rastit do të përgatitet parashtresë përkatëse. Mbrëm rreth orës 20:40 në Departamentin për Punë të Brendshme Gostivar, 39 vjeçari ED nga Gostivari ka raportuar se rreth orës 18 në një furgon që transportonte nxënës, djali i saj i mitur është sulmuar fizikisht nga shoferi me iniciale ZN nga Gostivari, i cili e ka shtyrë dhe ka nxjerrë nga furgoni dhe është larguar me nxënësit e tjerë, po merren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e rastit. Gjatë ditës së djeshme është kryer kontrolli intensifikuar i automjeteve dhe drejtues të mjeteve në zonën e sektorit për punë të brendshme Tetov. Gjatë kontrollit janë zbuluar dhe sankcionuar gjithsej 35 drejtues mjetesh, 23 nga Tetova dhe 12 nga Gostivari, për parkim të gabuar dhe të paligjshëm, nga të cilët 21 prej tyre, 17 nga Tetova dhe 4 nga Gostivari janë tërhequr me mjetin special Merimang. Gjithashtu janë sankcionuar edhe 59 lloje të tjera të kundërvajtjeve në komunikacion, 38 nga Tetova dhe 21 nga Gostivari.